Atë që shërdime është që kemi përfundu shqyrtimin gjyqësor, pres edhe paka vjen prokurorja, përse dhe kemi caktuar datën e shkollës, ora vesh është 14:30, trupi gjykatës ngritet në kom. Atër gjykata themelore në Pej, Departamenti për Krimet e Rënda, trupi gjykues në përbërën nga kryetari i trupi gjykues Leon Përlaska dhe anëtarët e trupi gjykues Arben Mustafa dhe Shaq Suri, në çështjen penale ndaj të pandehurve Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj për shkak të veprës penale. Vrasje e rënd, nga niveli 173 paragrafi 1 në paragrafi 1.1, 1.5, 1.8, 1.11, lidhur me nivin 31 te Kodi Penal të Republikës së Kosovës, i pandehuri Halil Mehmetaj për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rënd, nga niveli 32, lidhur me nivin 173 paragrafi 1 në paragrafi 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 te Kodi Penal të Republikës së Kosovës, dhe ndaj të gjithë të pandehurve Halil Mehmetaj, Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj, edhe për vepër penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366, paragrafi 1, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuar sipas aktakuzës së prokurisë themelore në Pej, Departamenti për Krimet e Rënda, aktakuzë me numër PP Niromak 274 hyper 2021, aktakuzë datës 05/05/2023, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, në seancën e mbajtur me datë 6/7/2026, trupi gjykues, pas këshillimit dhe votimit, në mënyrë unanime, ka vendosur që shqyrtimi gjyqësor duhet të rihapet, dhe atë për arsyet si ne vijim. Për cilën me vëmendje, gjykata ka vendosur me rihap shqyrtimin gjyqësor. Arsyeja pse kjo gjykatë ka vendosur me rihap shqyrtimin gjyqësor është se prokuroria e shtetit, në fjalën përfundimtare të saj, duke trajtuar video ingjizimin ku shihet i pandehuri Kreshnik Mehmetaj duke gjuajtur me armë në bjeshk, është video ingjizim që është paraqit para kësaj gjykate, në fjalën përfundimtare nga prokuroria paraqitet pretendimi se arma që shihet në video është arma e cila është përdorur për kryen e krimit, që është objekt shqyrtimi në këtë çështje penale. Dhe ky pretendim, për herë të parë, formalisht, paraqitet nga prokuroria në fjalë përfundimtare. Në anën tjetër, trupi gjykues, gjatë këshillimit dhe votimit, pas analizimit të gjitha shkresave të lëndës, gjen se në fazën e hetimeve, nga ana e policisë është kontrolluar pikërisht vendi në bjeshk, kur i pandehuri Kreshnik shihet në video duke gjuajtur me armë. Dhe gjatë atij kontrolli në bjeshk rezulton se janë gjetur 13 gjoja dhe një fishek. E në lidhje me të njëjtat është urdhëruar ekzaminimi balistik dhe në shkresat e lëndës gjendet raporti i ekspertizës AKF 2022-2700/22 viz 2627 i datës 27/7/2022. Por ky raport nuk është propozuar nga ana e prokurorisë për administrim, e si rrjedhoi nuk është administruar fare në shqyrtim gjyqësor. Andaj gjykata, sipas detyrës zyrtare, ka vlerësuar se është më rëndësishme që ky raport me dokumentet përcjellëse të administrohet gjatë shqyrtimit të rihapur. Për seancën e radhës që do të rihapet, palët do të njoftohen me shkrim, e si rrjedhoi, meqenëse se gjykata nuk është e sigurt nëse gjitha palët e posedojnë këtë raport, do të pajisen palët me raportin e ekspertizës. Pra, edhe një herë jashtë procesit, për ata që e kanë përcjell gjykimin, bëhet fjalë për një video që ka ndodhur jo në vendin e ngjarjes, që nuk ka lidhje drejt për drejt me ngjarjen, që ka ndodhur në bjeshk, ku shihet i pandehuri Kreshnik të gjujt me armë. Pri prokurorisë është faq pretendimi se kjo armë është arma me cilën u krimi. Na, kur e kemi analizuar si trup gjykues, gjitha shkresat e lëndës rezulton se gjitha gzhojat edhe një fishek janë ekzaminuar prej agjencisë, edhe kemi një raport të ekspertizës i cili do të paraqitet këtu para publikut në seancën e ardhshme. Për këtë arsye, domethënë është rihap shqyrtimi gjyqësor. Gjithashtu, pas rihapjes, gjykata vlerëson nëse ka nevojë për analizimin ndonjë provë tjetër, mirë po parimisht kjo është arsyeja pse është rihap shqyrtimi gjyqësor. Kaq kishim për sot, ditën e mirë.
Shojna vendjeta veća vlerime. Sot e kem prit vendimin, sidoqoftë gjykata ka vlerësuar se duhet edhe një provë të vërtetohet, kështu që ka rihap gjykimin. Deri tash kryetari i trupit gjykues Leon Perlaska e ka udhëheq shumë mirë proceduralisht. Unë si përfaqësues i familjes së dëmtuar jam i kënaqur dhe pas kësaj seancës së radhës besoj që do të merret vendimi dhe ai do të jetë vendim i cili me cilin do të dënohen personat e akuzuar. A jeni ju në dieni për asaj provë dhe çka sakrisisht ka qenë se nuk është shqyrtuar gjatë procesit? Gjykata e ka arsyetuar sot vendimin e vet, bëhet fjalë për një video dhe për fjalën përfundimtare të prokurorës, sidoqoftë e shqyrtojmë edhe përfundon edhe ky proces. Viviamo stanni, sei un rapporto.